Jemi rikthyer për të diskutuar në studio. Kisha dashur me fillu me ju, zoti Amiti. A është legjislacioni aktual në Kosovë i mjaftueshëm për me adresu dhunën digjitale si vepër penale dhe çysh vepron prokuroria kur një grua raporton rast shantazhit online ose shpërndarje pa leje të materialeve intime apo nëse ka dhe ngacmime të vazhdueshme në rrjetet sociale? Duke pas parasysh se kjo është diçka e re, domethënë teknologjia sjell pasojat e veta edhe të mirat edhe të këqijat, nuk është specifikisht e përcaktuar, domethënë për dhunë online apo nga veprat virtuale penale që bën, mirë po në kuadër të kodit penal të Republikës Kosovës dhe ligji specifik që është për kibernetik në Republikën e Kosovës, aty i gjejmë elementet e veprës që i përshtatet dhe mbas të atyre elementeve pastaj fillojmë hetimin, si për shembull elementet e shantazhit nuk janë specifikuar ashtë online apo shantazhi në mënyrë, domethënë si për që është drejt për drejt nga ndonjë person dhe kjo mund të shfrytëzohet edhe në kësi raste për mi ndjek kryqëzit e këtyre veprave penale. Tek këto që është problem është se identifikimi i kryqëzve, në herë ka vështirësi në identifikimin e kryqëzve, sepse shpeshherë përdoren në profile treme, dhe kjo shkakton të lashe derisa po identifikohen personat, domethënë prokuroria në bashkëpunim fatmirësisht në kuadër të policisë së Kosovës ekziston një siti për krim kibernetik, kundër krimit kibernetik, cili janë një stafi specializuar në këtë fushë, dhe mendimin e tyre, domethënë identifikohen ata kryqëzit edhe përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në platforma të ndryshme virtuale, bëhen kërkesat ku prokuroria merr rolin aktiv dhe përmes gjykatës merr urdhresa, pastaj përmes ndihmës juridike kërkon, në mënyrë që të bëhet fillimisht identifikimi i kryqëzit. Pastaj kur bëhet identifikimi i kryqëzit, vazhdojmë me domethënë veprat penale që janë parapar në kodin penal të Republikës Kosovës dhe që mund të gjenden elemente të shantazhit apo vjedhja e identitetit, si ndodh shpeshherë, domethënë merr fotografinë ndonjë, këtë rast masi po folim për gjininë femërore të ndonjë femre dhe me të lëshon lajme të rreme i cyt personat, ndonjëherë edhe kjo merr të holla apo ta denigron duke shfaq fotografi ndryshme të asaj femre dhe kjo sjell elementet e veprës penale që mund të ndjeken edhe me kodin penal. Mirë po duke pas parasysh zhvillimet që janë duke bërë në sferën virtuale, është mirë që të ndërmirët diçka ndoshta edhe me një ligj special të parashihet apo të integrohen, të përdorim konventat evropiane që janë në fuqi dhe elementet atyre që s'është e rregulluar me legjislacionin vendor të përdoren konventat në mënyrë që kryqëzit e veprave mos të mesin të lirë apo të shpëtojnë drejtësisë. Faleminderit, do diskutojmë edhe për këtë formë se si edhe bashkëpunohet me këto platformat edhe rrjetet sociale, si arrini që ti merrni këto informacione, por fillimisht zonja Mehmeti, sa ka dhunë digjitale në përgjithësi dhe sidomos ndaj grave dhe vajzave në Kosovë. Në kohën kur po jetojmë, është shumë vështirë çdo arritje, domethënë teknologjia tash ka avancuar jashtëzakonisht shumë. Sa po kontribuon edhe inteligjenca artificiale dhe këto zhvillimet e shpejta teknologjike në përshkallëzimin dhe transformimin e formave të dhunës digjitale? Zhvillimi i inteligjencës artificiale, sa edhe që është shumë i mirë dhe shumë i madh, në anën tjetër është të na pru edhe rreziqe të reja. Format e dhunës digjitale sot janë të sofistikume, ka mënyra ndryshme si çu ushtrohet dhunë digjitale, një prej tyre është edhe përdorimi i inteligjencës artificiale, kryesisht për krijimin e përmbajtjeve të cilat janë denigruese për gratë, për vajzat, po jo vetëm për këtë, po edhe për fëmijët, edhe për personat e tjerë. Hibridi vazhdimisht si platformë për kontrollimin e fakteve ka hasë edhe në për dukurit të tilla. Për shembull ka pas raste që kemi publikuar artikuj ku flitet se si janë përdor imazhet e grave të rajonit për me u paraqit si gra shqiptare dhe për me u fut në faqe të ndryshme që janë me mira ndjeks, me arsyetimin që po kërkojnë lidhje serioze ose diçka të tillë. Jemi të folë për gra cilat ekzistojnë vërtet, janë marrë fotografitë e tyre prej profileve zyrtare,
qoftë në rrjetet sociale, Facebook, Instagram ose rrjetet të tjera, edhe pastaj janë shpërndarë për grupe të ndryshme që e denigrojnë imazhin e një gruaje, një vajze, po edhe personave të tjerë që janë të përfshim. Ajo që ka është më e keqja është që shumë shpesh këto forma të manipulimit mbeten edhe pas zbulume, për shkak që është shumë vështirë që secilin manipulim me e gjetë dhe me e bo publik, po në anën tjetër dëmi vetë se vazhdon pa marrë parasysh a shihen prej shoqënisë, a nuk shihen prej shoqënisë, edhe zakonisht këto format e reja, për shembull ka raste që tash përdoren me inteligjencë artificiale imazhe të cilat nuk janë reale. Publikohet fotografia një gruaje ose një vajze për favore të ndryshme ose për qëllime të ndryshme, qoftë edhe për përfitime financiare, e që në të vërtetë janë disa platforma të cilat ose disa aplikacione të cilat mundesh me i vërtetu imazhet e fotografive ose të video që zakonisht manipulohen me përmbajtje të tilla. Në këtë pjesë të verifikimit të lajmeve të rremave që e bëni zakonisht, sa keni hasë që ka dhunë digjitale që ushtruhet pra kryesisht ndaj grave dhe femrave? Keni hasë raste të shumta që Faktikisht është dukuri në rritje, e përmenda edhe ma herët, ajo që ka është edhe ma e rrezikshme dhe që ka është dukuri edhe ma shumë është edhe të fëmijët, do me thonë edhe të vajzat e reja, po edhe të gratë. Po shumë shqetësuese është kjo e fundit tek vajzat për shkak që përmes formave të ndryshme po arrin që me depërtu të to edhe përmes lojrave ose përmes rrjeteve sociale, edhe pastaj po ka dëmet të ndryshme që po i sillen jo vetëm personit në fjalë që po është i përfshim ose vajzës në këtë rast, po edhe komplet shoqërisë dhe komplet familjes cilët ndikohen nga një dukuri e tillë. Faleminderit shumë për këtë fillim. Zonja Berisha, nga kush dhe si ushtrohet kjo dhunë digjitale ndaj grave dhe vajzave të reja në Kosovë? Po me edhe faktet edhe studime që janë botërisht tregojnë që e njëjta formë dhunës me bazë gjinore, cila deri më tani është ushtruar në hapësira fizike publike, tash është kthy në hapësira online dhe mund të themi prap ushtrues dhunës janë njëjtë, janë djem, janë burra dhe viktima janë vajzat edhe gratë. Po çka është e veçantë të dhunës online, kryesisht do të thotë prej asaj që është edhe tash direktiva e BE-s që e thotë është një qëllim mbrapa i kësaj dhune është po ashtu edhe me i mbajt gratë sa më nën kontroll, do të thotë tu i luftu zonat e tyre, sidomos gratë e zëshme, gratë që janë në politik, gratë që lypin ndryshime në shoqëni, më shumë të këto gra atakohen në platforma online, e kemi pa edhe në kohë të fushatave, qoftë gratë të cilat kanë folë ndoshta kundër partisë në pushtet, janë sulmu, qoftë gratë të cilat janë tu kandidu për pozita ndryshme njëjtë, po sulmohen dhe prandaj është ky theksi i trajtimit të kësaj forme të dhunës nga këndi i dhunës me bazë gjinore, sepse i afekton gratë dhe vajzat. Dhe prapo e them që janë djemë dhe burra të ndryshëm, nuk mujna me thonë që ka një profil të caktum, do të thotë po janë të gjithë ata djemë dhe burra të cilët ushtrojnë dhunë edhe në hapësira fizike, e që ndoshta neve na befasojnë, sepse janë burra që janë edhe të emancipume dhe të edukume dhe vinë nga qyteti edhe kanë qasje në informim, po që i shfrytëzojnë këto platforma pikërisht me këtë qëllim për me i friksu gratë e zëshme apo për me i mbajt në kontroll gratë me cilat kanë pas ndonjë raport ma herët, si që janë për shembull rastet kur kanë qenë lidhje, pastaj e përfundojnë një lidhje dhe mandej vazhdojnë me i shantazhu me çkado fotografi intime që i kanë bo gjatë periudhës kur kanë qenë lidhje, apo edhe me imazhe të tjera të rrejshme, të cilat i përmendi edhe prokurori sot edhe u përmendën këtu, vetëm për me kriju një situatë që gruan e sulmume, viktimën në këtë rast me e mbajt të friksume dhe me mbajt të pashpresë që ajo me ngrit zonën edhe me kërku mbështetje.